Ish deputeti demokrat Muslim Urrizi ka lëshuar një deklaratë të fortë në lidhje me zgjedhjet e pjesshme që pritet mbahen në Tiranë dhe në 5 bashki të tjera të vendit më 9 nëntor. Urrizi thotë se Partia Demokratike nuk mund të shkojë në këtë garë me kandidat pa njohur apo të imponuar nga interesa personale. Sipas Urrizit, emri që duhet përfaqësoj Partinë Demokratike përballë kandidates së mazhorancës Ogerta Manasirliu është Jorida Tabaku, të cilën ai e cilësoi si demokratja më e votuar në zgjedhjet e fundit. Ai shtoi se edhe në rast se Tabaku nuk pranon, partia duhet ta detyrojë që të kandidojë në shërbim të demokratëve. Për mua duhet ishte kandidate për Tiranën Jorida Tabaku. Ajo është demokratja më e votuar. Edhe nëse nuk do, duhet të detyrohet për të shërbyer demokratëve. Nuk bëhet me kandidat jo politik. Nëse këta nuk duan kandidat politik, të na thonë arsyen sepse duhet dhënë llogari. Mendoj se është interesi i tyre personal, thot Urrizi. Ai shton se një kandidat jo politik nuk do të kishte mbështetje as nga ai personalisht, dhe as nga baza e Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka plot emra që mund të vendosë si kandidat. Kanë histori brenda partisë. Janë ish student të dhjetorit. Nuk e votoi kurrë një kandidat anonim, paralajmëron ish deputeti demokrat Muslim Urrizi.